E Allahu i madhruar ka thënë, ai që e fal namazin, namazi me të vërtet është pastrim për të dhe largim nga gjunahet, nga gabimet e mundshme që njeriu i vepron. Inna salate tanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Me të vërtet namazi e largon njeriu nga punët e këqija, nga urrëtia dhe nga çdo e keqe në këtë botë. Prandaj obligohet si i tillë si adhurim i veçantë në shariatin ton islam. Namazi ose es-salat që në gjuhën arabe është lidhje, është një lidhje veçantë që njeriu ja dedikon Allahut të madhruar. Por namazi nuk është vetëm për të na u fal mëkatet ose vetëm për ta kryer një obligim si mbrojtje vetëm nga të këqijat që thash më herët, por është një lidhje me Krijuesin xhallashanuhu, me Allahun e madhruar që ti i lutesh atina. Dhe mu për këtë salat do të thot lidhje me Krijuesin. Në gjuhën arabe do të thot pra një lidhje të cilën e formon njeriu gjatë një ibadeti, gjatë një adhurimi 5 herë në ditë, në kohën e sabahit, të drekës, të ikindis, të akşamit dhe të iqinis, të akşamit dhe të yatsis, gjitha këto kohë janë të veçanta që të kryhen në periudha shumë të rëndësishme të pozitave të diellit dhe të fillimit të ditës së re ose përfundimit të ditës së re ose edhe fillimit të natës e cila fillon mas akşamit dhe fillon nata, pjesa e dytë e natës në namazin e yatsis ose që themi ne pasi të fillojnë që të dalin yjet në qiell. Pra këto pozita të cilat janë pozita të veçanta të tokës dhe të diellit, ne besimtarët musliman i shfrytëzojmë për ta adhuruar Allahun e madhruar. Islami dallohet nga shumë besime dhe fe, mund të themi fe kushtimisht, të tjera të cilat pra nuk i dhanë rëndësi ndoshta disa parimeve të faljes sikur se i jep Islami jon, dhe ashtu që namazi është njëra nga çështjet kryesore të besimit ton, sepse Allahu xhalla xhelaluhu atë e ka potencuar edhe në shumë vende në Kur'an.